Banor të fshatit Debresh kanë protestuar sot para komunës Gostivarit duke shprehur pakënaqësinë e tyre për mungesën e ujit të pijshëm. Banorët kërkuan nga institucionet kompetente që të marrin masa urgjente dhe të gjejnë një zgjidhje të qëndrueshme me këtë problem që sipas tyre është neglizhuar prej kohësh dhe situata ka arritur ku nuk duron më. Për shkak të mungesës së vazhdueshme të ujit dhe neglizhencës së institucioneve përgjegjëse ndaj këtij problemi etik, kërkojmë zgjidhje të menjëhershme dhe konkrete. Situata e rëndë me furnizimin me ujë ka kaluar çdo kufi të durimit. Mungesa e ujit po vështirëson jetën e përditshme të çdo familjeje dhe ka shtuar revoltë dhe shqetësimin e të gjithë banorëve. Dhe sidomos tani me ardhin e mërgatës, kjo situatë do të rëndohet edhe më shumë. Ne nuk kërkojmë premtime, por zgjidhje konkrete dhe të menjëhershme. Ata paralemruan se nëse nuk merren masa konkrete, protestat do të vazhdojnë, por me një revolt më të madhe nga ana e banorëve. Duam zgjidhje tani! Dhe këto që na shikojnë nga lart, le ta dinë se kjo protestë ishte vetëm fillimi i këtij problemi. Në të ardhmen nuk do jemi të qetë, do jemi agresiv, do jemi të revoltuar dhe ne do e sjellim ujin. Duam ujë! E në fakt, ky paralemrim nuk vonoi sepse protesta eskaloi kur protestuesit tentuan me forcë të futen brenda hapësirave të komunës, me çrast thyen xhamat e derës hyrëse të institucionit, por ata u penguan nga përfaqësues të policisë të cilët siguruan protestën nga fillimi deri në fund. Në fund protestuesit u shpërndan me njoftimin se të premten e ardhshme ata do të mblidhen sërish ndërsa para komunës lanë kofat me ujë që simbolizonin mungesën e ujit dhe urgjencën e nevojshme për zgjidhje.